urojmë mirë se ardhin zotit Lutfi Dervishi, gazetar, analist, kolegu ynë. Dëshira për të zhvilluar këtë bisedë me ne jemi Unioni i Gazetarëve Shqiptar Profesionistë Diasporës, lindi pikërisht nga mënyra dhe gjithçka që po evidentojmë gjatë muajve, viteve të fundit, sa i takon gjendjes mediave në Shqipëri, informacionet në Shqipëri, dhe ideja ishte e kolegut ton Artan Kutra, i cili mendoi që pse jo të bëjmë një ballafaqim të një kolegu gazetar analist, i cili prek çdo ditë me editorialet e tij, politikën, shoqërinë shqiptare, mediat shqiptare, dhe ne që jemi ura lidhëse. Ne jemi Unioni i Gazetarëve Shqiptar Profesionistë Diasporës, jemi krijuar në vitin 2021 me seri në Zvicër. Jemi gazetar, profesionistë të mediave, jetojmë e punojmë në vende të ndryshme të Europës dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Organizata jonë lindi si nevojë për të bashkuar zërin profesional të gazetarisë shqiptare në diasporë dhe për të kontribuar në forcimin e atyre standardeve demokratike profesionale në hapësirën shqiptare të informimit. Si çdo media, si çdo deontologji e profesionit ton, gazetarit, kemi si mision mbrojtjen e lirisë shprehjes, lirisë së shtypit pavarur dhe promovimin e së vërtetës dhe në mënyrë të pamshme. Ne ju falenderojmë që pranuat të zhvillojmë këtë bisedë së bashku, dhe unë mendoj se edhe me lejen e gazetarëve dhe kolegëve, para se të bëj prezantimin e tyre, ta nisim këtë bisedë me personin i cili na ka mbledhur dhe na ka bashkuar në këtë union, zoti Skënder Buçpapaj, i cili lidhet nga Zvicra. Kryetarja e unionit tonë është zonja Elida Buçpapaj dhe ajo lidhet nga Zvicra. Nën kryetari i unionit tonë është zoti Artan Kutra, i cili lidhet nga Franca. Sekretari i unionit jam unë, Alba Kepe, që lidhem nga Italia. Zoti Gec Burimi, i cili lidhet nga Franca. Dhe Ardian Muraj është kolegu gazetar që lidhet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, siç thash, ja jap fjalën zotit Skënder Buçpapaj për ta nisur këtë bisedë mes kolegësh, mes ju që jeni në vendin mëm dhe ne që jemi përtej kufive shqiptar, si në Europë ashtu edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Fjalën e ka zoti Skënder Buçpapaj. Përshëndetje Skënder, më vjen mirë që shihemi pas shumë vitesh. Mali me mali nuk takohet, po njeriu me njeriu takohet. Jeni drejtues në përvojë në programin master të gazetarisë hetimore në Universitetin e Tiranës. Prandaj interesimi im është në këtë fushë. Para shumë vitesh jeni shprehur se gazetaria hetimore në Shqipëri është në fazën e mbrenare, e bazuar kryesisht në informacionet të rrjedhura nga zyrat e prokurorëve ose nga partitë politike. Merret kryesisht me peshqit e vegjël dhe jo me probleme të mëdha. Aktualisht, në çfarë stadie është gazetaria hetimore në Shqipëri sipas mendimin tuaj? Faleminderit për pyetjen, Skënder, dhe vjen shumë mirë që shihemi pas një kohe relativisht të gjatë. Pothuajse është e njëjta situatë, nuk mund të thuash që nuk ka gazetari hetimore, por gazetaria hetimore për fat të keq më shumë është zhvilluar në ato media që quhen non-business model, do të thotë media që nuk janë modele biznesi, që do të thotë janë media të shoqatave jo qeveritare dhe që financohen nga donatorë të ndryshëm. Ajo çfarë ne quajmë media tradicionale, nuk ka interes për të bërë gazetari hetimore të thelluar me përjashtime të pakta, dhe kryesisht kjo zhvillohet në formën e emisioneve satirike, të cilat janë shumë të diskutueshme dhe sa i përket anës etike dhe problemeve të tjera që zakonisht, do të thënë, kanë të bëjnë me çështje minore dhe jo me çështje të rëndësishme. Ato që ne kemi si media tradicionale të mëdha nuk e livrojnë gazetarinë hetimore sepse nuk kanë asnjë lloj interesi. Okej. Skënder? Dakor. Edhe një pyetje lidhur me
mendim që keni shprehur kohët e fundit, domethënë në një intervistë në shkurt. Ju jeni shprehur se edhe sikur Donald Trump të ishte në krye të opozitës në Shqipëri nuk do të arrinte asgjë përballë këtij sistemi të egër patronazhi që ekziston në Shqipëri. A mendoni ndërkaq që mund të ketë ndonjë rrugdalje nga situata, ka diçka në horizont që mund shikohet? Kjo ka të bëjë më tepër besoj me situatën politike, do në raportet pozit-opozit. Do me thënë në mandatin e 4, çdo parti dhe sikur të bëjmë rekullira, do me thënë shpesha e lodhjes, abuzimit, arrogancës, do me thënë në rastin ideal po flasim, jo në rastin e Shqipërisë ku skandalet kanë qenë më të shumta se numri i javëve të një viti, skandale të rëndësishme. Për fat keq ndryshimi i pritshëm mund të jetë nga ngjarjet pa parashikuara, nga zhvillime brenda Partisë Socialiste, më shumë se sa nga ndonjë zgjimi i njerëzve apo riorganizimi i opozitës dhe të paraqitet si një front i vetëm. Këto mund të jenë, do të thënë ato më shumë se çfarë shpresohet, por nuk është e lehtë të parashikosh. Ajo që mund të thuash është kjo që në një sistem të përcaktuar si autokraci elektorale, nuk mund të bëhet rotacioni përmes gjendjes aktuale. Pra, do të thënë ti shkon voton, shko dhe 99%, por sistemi është i kapur dhe nuk garon partit, po garon opozita me shtetin, edhe në garën me shtetin kur bëhen bashkë të gjitha historitë, edhe për fat keq dhe vota e diasporës, edhe po të shikosh në rastin e Orban, mos gaboj 88% kishin votuar për partinë Orbanit, pra do të thënë ka një keq kuptim të madh të njerëzve që vinë si turistë në Shqipëri, shqiptar apo të huaj, të njerëzve që vinë për një periudhë të shkurtër kohe dhe njerëzve që jetojnë realitetin në Shqipëri. Dhe këto dy perceptime përplasen. Edhe të them të drejtën, vota e diasporës nuk është se ndihmoi rotacionin apo cilësinë e votimit në zgjedhjet e fundit. Kështu që ajo çfarë mund të presë është kjo, domethënë ngjarjet e paplanifikuara që mund të sjellin ndonjë ndryshim cilësor. Në fakt, ne, zoti Dervishi, për informacion, kemi qenë media, apo kemi marrë statusin e vëzhguesit në zgjedhjet e majit 2025, e kemi dokumentuar, kemi bërë me punën tonë, edhe jo vetëm që në fazën hulumtuese të shkaj që ka po ndodhe në vendet tona, si në Itali, në Francë, në Zvicër, apo Shtetet Bashkuara të Amerikës, mënyrën se si u aplikua kjo mënyra e votës diasporës, me gjitha problematikat, por edhe duke marrë statusin e vëzhguesit dhe duke qenë në atë stadium që ishtin pozicionuar kutit tona, dhe ku sa po qalon të ky lloj sistemi e gjithçka. Unë jap fjalën kolegu tim nga Franca, zotit Gec Burimi, për të vijuar dhe për ta pasur këtë bisedë sa më kritike dhe sa më frutdhënëse për njëri tjetrin. Alba po të po të shkruaja që po ta nisë po të shkruaja. Është ta nisa, do qeshesh. Je po thosh era pak që të një konferencë shqipe të një koleg budgetar, duket. Duket sikur ka më përgjegjësinë, shumë politikan, shumë. Plus që dëgjoja edhe Skënderi që fliste me ju, kështu që unë i dashur do të flas me ty, se jemi koleg. Edhe po ndiqja një podcast dieti një tjetër kolegu të Adrian Hanos, që bënte me Irisin i Arroabiemin, ish kolegën që është bërë deputet e Ramës. Luarasi. Iris Luarasi, po nuk e di e pe podcastin e po jo? Jo, domethënë ka shumë podcaste sa. E kuptoj, po ju po nga një kolegë edhe plus Thano para ca vite shkruaj ke Rita. Po. Dhe ta them këtë sepse aty dua ta fus pak jo debatin, po pas edhe shkëmbimin. Sepse Thano i thoshte Luarasit që
kush mund të konsiderohet gazetar? A janë opinionistat gazetar? Dhe I thash Thanos, po në Francë kemi të lehtë këtë gjë, kemi caktuar këtë gjë. Pastaj gjë mund të bëj, nuk e di Shqipëria ka menduar apo jo. Në Francë I gazetar kur thelbësoren e të ardhurave të tua I nxjerr nga një media. Pastaj më sfragjiko, pastaj se është media me regjim apo me regjim, është gjë e pastaj mbrapa. Është media sporti apo media shahu apo media gjahu. Ky është ligji. Në Francë. Tani nuk e di Shqipëri. Ka një reflektim të tillë mbi statusin e gazetarit. Kam duket një shoqjan gazetarash, është më duket kush e kryeson? Janë disa shoqata, Unioni I Çipës, janë disa shoqata, shoqata të reja të krijuara. Mendoja, po. Po, për më tepër tani që Shqipëria po hyn se thuash, para ka qenë vështirë, përpara domethënë ishte vështirë të vjesh nga të ardhurat. Tani në Shqipëri që deklarohen dhe nga vjen e ardhura, kështu që është kollaj besoj edhe për fiskun të shoh nga vjen të ardhurat. Në këtë rast, për mua kjo do ishte një mënyrë. Përndryshe pastaj mbrapa do të gjithmonë kjo lloj, si thuash, dyshimi që hidhet me njerëzit, jep si gazetar. Do është e vështirë të gjesh një si thuash një metër matës, sepse s'mund të thuash një titër je apo si gazetar në funksion të asaj që ai thot. Ai mund të thotë gjëra që ty të çmendin, mund të thotë gjëra që rroft, për shembull thot regjimi I Iranit, ai është gazetar. Opinioni është komplet diçka vete. Pra duhet diçka si thuash më neutrale dhe mendoj se Franca këtë kandar ka gjetur kandarin të ardhur, mund të jetë kandar. Por që me kohën besoj se Shqipëria do hyjë në debat. Ka pas një përkufizim të vjetër, domethënë kush është gazetar pa I përket periudhës para internetit, do të thotë që ai që mbledh, përpunon dhe shpërndan informacion, quhet gazetar. Por nëse qëndrojmë këtij përkufizimi, ne tani kemi kaluar nga I gjithë populli ushtar në I gjithë populli gazetar. Dhe Jo, dhe Trump është gazetar, jo, nuk është Shqipëria, Trump është gazetar. Pra, ekosistemi ka ndryshuar, do të thënë ti shikon kryeministri ka podcast, biznesmeni ka podcastin e tij, deputetët podcastin e tij. Pra, në kuptimin se kush prodhon informacion dhe kush konsumon është bërë një lloj kakofonie dhe personalisht them që do ketë vlerë ky lloj zanati në një kohë që e bëjnë gjithë, se po ta bëjnë gjithë zanatin e mjekut, do të thënë I bie që s'ka nevojë për mjek. Por jam dakord me ju në atë që si thua për një marrëveshje fjale, pra ai që I nxjerr të ardhurat kryesore që jeton nga ky zanat, quhet gazetar. Po këtu hym në historinë e asaj që ju përmendët, do të thënë që një gazetar që punon qartësisht për, ku diun, qeverin ta zëm, ose një gazetar që është 100% themi me opozitën. Pra vim në atë që nga çfarë ne vuajmë është koncepti I gazetarit pavarur që të mos ketë interesa. Pra, si thua të interesojë mira publike, po mos ketë interesa në njërin krah apo në një tjetrin. Dhe thënë këtë, do të thënë një gazetar I mendoj, ndoshta kam gabim, po I shkon gjithmonë stofi kritik, pra që do të jetë gjithmonë skeptik dhe kritik ndaj pushtetit radh parë dhe jo të kthehet siç është kthyer në Shqipëri për 4-5 vite. Dhe një Lutfi, po në pres fjalë, prandaj thash I pari një shembull mbase kolegët më shkojnë në mendje një skenë I filmi kemi qenë 3 atëre, 4 martesa dhe 1 varrim. Apo jo, ka qenë një film mbrapa, ku prezantua pikërisht jam gazetar, tha ke revista e natyrës dhe gjuetisë, kujtohet, pra nuk është vetëm ke politika, gazetar është diçka, dhe një jemi gazetar një politik, po mos harrojmë edhe kolegët tanë që janë në sfera komplet me një sportin për shembull. Unë kam qenë gazetar sportiv me një kohë gjatë. Dakor, po domethënë në kuptimin e asaj çfarë I themi interes publik, edhe në kuptimin e skanimit, mbajtjes për pushtetit, përgjegjes për veprimet që bën, se kuptoj sferën e infotainment, pra argëtimit, spektaklit, këto të tjerat, po ndoshta, domethënë në atë subconscient ke parasysh të thënë pushteti I katërt. Po çfarë është pushteti I katërt? Nuk është për të argëtuar 3 pushtetet e tjera, po për t'i mbajt si thua nën kontroll. Kjo tani është bërë një çik
pak e komplikuar sepse nëse ne shohim se çfarë konsumojnë njerëzit, domethënë tani problemi më i madh nuk është gazetar, jo gazetar. Problemi më i madh është a është njeri ky që e ka shkruar. Domethënë ju jeni të gjithë profesionistë dhe shikoni që rrjeti po mbushet nga shkrimet e ChatGPT-s. Edhe pata një bashkëbisedim inteligjent do të thoja me Grokun, edhe po i shtroja këtë problem, domethënë më shpjego strukturën se si ti formulon tekstet dhe kush është dallimi i Grokut, ChatGPT-s, Gemini, Cloud apo çfarë tjetër. Dhe shpjegimi është shumë interesant. Pra, domethënë sot, domethënë më shumë se më ka marrë malli për shkrimet anonime, qofshin edhe ato që s'm pëlqenin. Se ti ndjeje, ti shikoje njeriu aty, gjithsesi me nerva pa nerva, i politizuar apo jo, ndërsa tani ti nuk e dallon dot më. Domethënë shef pedagog, shef gazetar për fart të keq. Edhe sfida më e madhe është njeriu ky që e ka shkruar këtë gjë apo është makina. Duke se po i devijova pak pyetjes tënde, por si thua njerëz që marrin rrogën, nuk mjafton që të quhen gazetar. Nëse them për shembull, po marr një shembull kështu, pa pas ndonjë gjë. Ta marrësh rrogën ta zëm në RTS 30 vite, ti mund të quhesh gazetar, por domethënë ti nuk i ke bënë shërbim publikut nëse s'ke një gjë për cilën krenohesh. Pra thosh që un kam bërë këto gjëra. Po shkosh ta marrësh rrogën aty dhe ta trajtosh si bankomat institucionin apo biznesi mediatik, nuk do të thoya që është gazetar. Pra dhe infermier ajo që më pëlqen është që gazetari që sfidon, kritikon edhe ka një qëndrim kritik. Dhe këtu kam parasysh pak edhe të kam ndjekur jo gjithmonë, por domethënë nuk të kam parë ndonjëherë në një pozicion përkthjelës, në kuptimin ose pohues. Gjithmonë ke qenë debatues dhe sfidues. Edhe këtu hym te kjo, po, besoj që opinionisti që ka mendim është gazetar në kuptimin e shërbimit të mirës publike. Pra nuk prodhon lajm, se lajmi tashmë e prodhon dikush tjetër. Edhe gazetari klasik ndoshta s'është nevojë të prodhoj lajm se lajmi i prodhon kushdo. Problemi është i kontekstualizimit, paketimit edhe si thua vulës cilësisë. Pra, është e vërtetë kjo gjë apo nuk është e vërtetë? Po kush është e mira publike në Amerikë? Vukizmi po magaizmi? Dali pas kush është që përcakton mirë publike? Amerikën nuk e përcaktojmë dot, por domethënë unë mendoj që qëndrimi kritik që ke ose skeptik po i themi ndaj pushtetit, mund të ishte një gjë e preferencë personale, mund të asnjë media publike, asnjë televizion, radio publike s'mund të jenë gazetar. Megjithëse par definicion, par excellence, e kaluam domethënë kaluam apo po është interesante, ose më të pranojmë që është e vështirë si debat, e kaloj faqen. Testi është kjo, testi është kjo, nëse nuk është gazetari kritike, nuk është gazetari. Domethënë pra dhe një sot televizionet publike s'mund të jenë sipas këtij kriteri të konsideruar si gazetar. Jo në Shqipëri, por në gjithë botën. Po le ta themi gazetari e mirë. Mirë. Gazetari e mirë. Mund të jetë e përtypshme, kalueshme, po gazetari e mirë, pra ajo që si thua të emocionon, një gjë që të emocionon, një gjë që të bën që ti të ngrihesh e të veprosh ndaj atë mendosh, atë thuash, ka të drejtë të tjera. Po kështu, ky tha, ai tha, ky foli, ai foli, është. Te janë korespondent, një korespondent të bën, ky tha, ai tha, shpesh një korespondent bën analizë, dhe më shumë rrezik, kur shkon korespondent që shon në Teheran, në bomba. Le të marrim një komentator sportiv. Po. Për shembull, Peter Drari, i famshëm, kur ti e dëgjon ata që komentoi ndeshjen legjendare, pra kur Roma mundi Barcelonën, që filloi dhe tha, domethënë Roma tha ngrihet nga Renoja, tha ai që bëri golin në Romë ishte grek, tha, perëndia greke, tha, triumfoi etj. Edhe komentatori shqiptar bëri një gjë të mirë, po themi ky bëri gazetari të mirë, themi, shkaktoi emocion, transmetoi bukur, domethënë nuk e di, por nuk do doja që të qëndronim te kjo, është është i mirë apo s'është i mirë, është i besueshëm apo s'është i besueshëm. Kjo mund të ishte një ndarje më interesante. Okej. Faleminderit. Unë mendoj se e lam një boshllëk të pyetjes së Gencit, ndoshta po e shtoj unë.
A ekzistojnë në Shqipëri ato mekanizma ligjor, institucional që mbrojnë deontologjinë e profesionit gazetarit? Kemi parë që ekzistojnë mekanizma që kontrollojnë kanale televizive, media e tjerë, por që kontrollojnë dhe etikën, deontologjinë e profesionit. Dhe flasim në aktualitetin e përditshëm, dëgjojmë shpesh oligarkia, pushteti. Kemi arritur në atë pikë që ose kush është mendimi juaj, kush e kontrollon informacionin në Shqipëri? Pushteti apo oligarkia? Ndoshta do thoni që oligarkia dhe pushteti ndoshta veprojnë të dyja në të njëjtin linjë. Por kur flitet për të komunikuar vërtetën apo informacionin, mendoj se nuk bashkohen shpesh. Një reflektim mbi këtë, domethënë. Dhe jam dakord me atë që tha Genci. Edhe këtu në Itali ku unë jetoj e punoj, është shumë e rrallë që të marrim një gazetar ta vëmë një konferencë shtypi, por mendoj se jemi në një diskutim të lirë mes kolegësh, sepse edhe për të biseduar dhe të pasur një bisedë qoftë reflektuese edhe për ne, se sado që ne e ndjekim mjaft mirë aktualitetin në Shqipëri, kemi nevojë apo kemi parë tek shkrimet e juaja versionin më të bilancuar dhe më ndoshta më pranë të asaj të vërtetës apo qëndrimeve tona. Alba, çështja e deontologjisë dhe mekanizmeve është e brendshme. Do të thënë, nuk mund të jesh etik part-time. Mekanizmat e brendshëm pra të mediave mungojnë. Madje ka humbur edhe një filtr që dikur ekzistonte për mirë apo keq. Do të thënë, çdo shkrimtar që shkruan diçka ka nevojë për redaktorin e vet. Ka humbur dhe filtri editorial. Pra dikush merr diçka dhe boton me një herë, s'ka kohë, presioni etj. Pra nuk bëhet fjalë që gazetarin si cilësi do ta rregullojë një institucion i pavarur apo institucion shtetëror, por është vetë brenda komunitetit këto mekanizma ose janë inekzistent ose janë shumë të dobët. Po ta zëm, ke një konferencë shtypi se më kujtohet diçka, kur kryeministri ose çdo pushtetar, do të thënë, intimidon një gazetar, nuk i përgjigjet pyetjes, i shmanget e intimidon. Do të thënë, nuk më duken gazetar ato që heshtin ose që kalojnë te pyetja tjetër. Pra, do të thënë, nëse do të ishin gazetar të mirë, do të përsërisin të gjithë të njëjtën pyetje derisa të merrin një përgjigje. Do të thënë, pa bërë skena. Me dy fjalë është kjo, pra që deontologjia është një gjë e brendshme. Do të thënë, ose jo se si je profesionist. Nëse je profesionist dhe nuk ke mjedisin mjedisi nuk është profesional, do kërkosh një gjë tjetër ose do bësh kompromise. Ajo çfarë dallon, si thush, gazetarinë ka të bëjë pak edhe solidariteti. Do të thënë, nëse gazetarët janë të veçuar, përmenda pak më parë rastin e konferencës shtypit, mund t'i thyej lehtësisht kushdo, jo një kryeministër, por edhe një zyrtar i nivelit 3 apo të 4. Por nëse janë të bashkuar, ato përcjellin mesazhin që nuk mund t'i shmangesh dot pyetjes. Do të thënë, pyetja mund mos pëlqej, por ti duhet t'i japësh përgjigje. Por nëse nuk tregon solidaritet mes kolegëve, pastaj bie besueshmëria mbi gazetarët. Dhe po ti referohemi pak, edhe ndoshta kjo del pak nga pyetja, po për ta vënë në kontekst. Nëse referohemi pak 2010-s dhe 2025-s, 26-s, pra këto 10-15 vite. Besimi i publikut në media ka ardhur duke rënë në mënyrë drastike. Ka qenë diku te 60-66%, tani është jashtëzakonisht poshtë, sepse ka ndodhur gjithë këto gjëra, por ka ndodhur dhe kjo që këtë zanat tashmë po e bën kushdo, edhe kush ka mjete më të forta e minon. Pra ka zan, ku diun të nxjerrë, tepsi, tash pra është delegitimimi i një pushteti që nuk ka legitimitet për shkak të votave që merr, por ka legitimitet sa i vërtet është. Edhe kur bën kompromis me të vërtetën, atëherë me gënjeshtër në të vërtetë, atëherë besueshmëria bie dhe ne ngjajmë atë njeriu që merr shatin e prashit në det, duke sikur bën ndonjë punë, por praktikisht nuk ke ndikim. Kush është më i fuqishëm në këtë ndikim? Qoftë në krahasimin që bëhet duke me shatin apo me ato që thatë që gjithë populli dikur ushtar tani e gazetar. Kush është më influencues aktualisht? Pushteti apo oligarkia? E përdor oligarkia edhe për faktin se mediat mbahen dhe nga
nga reklamat, mbajnë nga ata të cilët financojnë, mbajnë apo kush e shtrëmbron apo kush ka influencuar që media në Shqipëri të arrijë në këtë nivel që t'jemi gjithë ushtar apo t'jemi gjithë gazetar të improvizuar. Ka ndryshime strukturore, domethënë të fuqishme. Domethënë dalja e rrjeteve sociale, ishte internet në fillim, dalja e rrjeteve sociale, tashmë AI, e ka një anë e ka demokratizu, pra nuk është më monopoli joni. Domethënë që publiku duhet di se çfarë kalojmë ne nëpër filtra. Domethënë tashmë kjo ka ikur, edhe është ajo e famshme se Umberto Ecos që nuk e bëri në kohën e rrjeteve sociale të inteligjencë artificiale, por është aktuale gjithnjë më shumë. E dyta është kjo pastaj që modelet e gazetarisë ne nuk, për fat keq, nuk arritëm dot të ndërtojmë një gazetari të mirë. Do të thënë që të kemi një gazetari të mirë si institucion, kemi gazetar të mirë, ka reporter të mirë, ka opinionist pavarur, ka opinionist kritik, dhe këto janë vlerë për vendin, po në të njëjtën kohë kemi edhe njerëz që të bëjnë që të kërkosh azil jo nga Shqipëria, po nga njerëzimi. Do të thënë të ti sheh që dalin në televizion edhe me një pjesë tyre realisht, do të thënë, unë nuk do pranoj dilja në studio, për shkak sepse nuk kanë asnjë lloj lidhje me publikun, me komunikimin, me gazetarinë, por dalin dhe po të shikosh janë zakonisht nëpër televizionet pushtetit, do të thënë që ose televizionet që mbështesin pushtetin. Kush është më i fortë? Nuk mund të thuash më kush është më i fortë. Do të thënë njerëzit tashmë nuk shohin televizione, shihet ky e shihet, njerëzit shohin programe. Tek brenda programeve ose edicioneve të ndryshme, do të thënë vlerësojnë gazetarët. Unë do të thoja që ne nuk kemi institucion shumë të mirë që thuash po i shoh këtu lajmet sepse këtu do ta marr të vërtetën në një farë mënyrë, ose këto i bëjnë gjërat e mira, është më tepër inercia. Dhe ka mbetur si thua brezi i tretë që ne bëjmë debatin, sepse brezi i ri nuk është se shikon mënyrën tradicionale, ato informohen tashmë nga redaktorë të tjerë, nga algoritmet e TikTokut apo të Instagramit apo të rrjeteve të tjera sociale. Për më të shparë për informacionin, nuk besoj se tashmë gjithkush prodhon informacion, por narrativa është historia. Do të thënë ti shikon pak, nëse ti shikon median tradicionale, ti shikon dhe kupton që ka një liri, pra gjithkush mund të thotë çfarë doj, por kur ka ngjarje shumë specifike që prekin interesa të mëdha specifik, aty ka një omerta. Pra, do të thënë është autocensura, apo është direktiva, nuk di ta ndaj se nuk kam kontakt të përditshëm. Por ajo që mund thuhet është që nuk është si thuash më ka ndryshuar kaq shumë mjedisi sa që të vjen keq për këtë zanat. Do të thënë që okay, ja vlen në këtë, do të thënë ja vlen të identifikosh me këtë profesion, dhe shumë e vështirë të shikosh se si do të jetë pas 5 viteve. Do të thënë tash është moda e podcasteve, gjithë secili bën një podcast. Në kuptimin institucional ti kërkon të dish gjëra bazuar mbi dokumenta dhe ke një ligj jashtëzakonisht mirë. Vërtet është një ligj i miratuar në 2014, është fantastik. Por zbatimi i tij është duke u degraduar. Do të thënë institucionet, zyrtarët janë gati të japin jetën, të shkojnë në gjyq, apo edhe ti varesh me Skënderbej, po informacion nuk e japin më. Do të thënë ka një rezistencë, do të thoya ka një luftë për të mos patur informacion. Ishujt e integritetit janë shumë të pak dhe të vegjël. Pra janë individ më tepër të besueshëm. Pra besohet X apo Y në kuptimin që flet të vërtetën, pra nuk ka interesa në atë çështje dhe flet si thua mendin e vet. Ndoshta e zjata, po Artani më duket se do të ndërhyj. Jo, isha thjesht shpreha aprovimi nga asaj që po thoje. Okej. Jo, mund të vazhdoni, nuk desha të në pres. Jo, desha thjesht ta përmbyll këtë, do të thënë që pyetja është kjo, a do rriten këto ishu integriteti, do shtohen në numër, pra do të kemi ne media, si thua, institucion që ka një lloj deontologjie, pra që
ka një lloj përgjegjësie ndaj publikut dhe ndaj të vërtetës. Ka bërë gabim, do ta korrektoj, ka një procedurë, i shkon një gjëje deri në fund dhe nuk e lë, dhe për të thënë të vërtetën, ne kemi parë pak edhe gjobvënien tani. Domethënë, duket sikur gazetaria është një licencë gjuetie, edhe gjobvëni jo vetëm thjesht nëpër portale, por edhe nëpër televizione. Domethënë, korrupsioni brenda medias, që thosh abuzimi me pushtete, pra duke qenë pushtete, duke abuzuar, e ka sjellë në një gjendje të tillë që e ka zvetnuar pak si profesion. Nuk është më gazetari ai që ka qenë në vitet 90 zëm, apo qoftë edhe në vitet 2000, qoftë në vitet 2010. Pra është ndotur pak mjedisi, edhe kjo ndikon pastaj tek rritja e cinizmit dhe e dyshimit. Do të thënë, kjo historia gjithë kështu janë, do të thënë, nëse je dakord me filanin, do të jesh do të thotë që je pro filanit dhe anasjellës, dhe ka krijuar një gjendje ku duket sikur produkti gazetaresk i mirë është si të kërkosh hidrogjenin në bulqiz, thënë këtë dëgjojmë një gjë të rrallë tashmë në minirat e bulqizës. Ka diçka dhe globale në kuptimin e një lloj çmendurie në rrjeteve sociale, komenteve, do të thënë debatit, do të thënë është një grip Covid i përgjithshëm, po këtu shfaqet në forma më ekstreme, si e mira ashtu dhe e keqja. Mendoj se për këtë zonja Elida Puçpapa, kryetarja e Unionit të GSHPD-s, ka disa pyetje specifike, sepse ne pak a shumë i kemi ndarë fushat tona. Okej. Përshëndetje. Përshëndetje Elida. Sa më bën shumë. Ne kemi nisur gazetarin Lutfi gati njëkohësisht. Ti ishe në kryeredaktori i Republikës kur unë botonja atje kolumnat. Edhe ishte vërtet një gazetari komplet ndryshe ishte gazetari kritike. Tash nuk po zgjas me atë, po i kthem këtyre pyetjeve. Ju thatë se kredibiliteti i gazetarisë dhe i mediave në Shqipëri ka një rënje drastike. Si do dilet nga kjo situatë? A kontaktoni me institucionet ndërkombëtare, me organizmat ndërkombëtare të gazetarëve, me vendet në perëndim? A keni kontakt? Diçka tjetër, se është një seri, kështu atëherë që ti. Ti fole për solidaritetin, që është shumë i domosdoshëm midis kolegëve. Në datën 17 ishte një protestë aty, edhe 2 kolegë, Aulon Kalaja dhe Felix Bilani, u sulmuan në mënyrë shumë agresive. Njëri me shkop mbas kokës, tjetri me sprej ariu. Nuk pash asnjë reagim, as solidar kolegësh, as human. Domethënë, kaloi edhe po të futesh në rrjetin social, çmendej njeriu kur shikonte reagimet që thoshin Samirja bëri policët, Samirja bën policët atyre. Domethënë, ndërgjegja kombëtare është rënuar, mendoj që shtypi ka rolin e vet. Edhe diçka tjetër, Edi Rama për shembull shkon edhe jep Pazëm Shqiponja e Artë, ja jep Albinfos këtu, që është një portal që nuk është kritik, po që i shkon politikës simbas qefit, edhe ndërsa mediat shqiptare që kanë qëndrim kritik, ne nuk presim që të na bërë që të na jepi çmime Edi Rama, po të paktën të kemi një solidaritet nga organizmat OJQ të gazetarëve që janë në Shqipëri, që na injorojnë, domethënë injorojnë gazetarët e shqiptarë të perëndimit, që e hanë bukën e gojës duke bërë gazetari, janë komplet të injoruar
nga kolegët tanë të Shqipërisë. Edhe na vjen të kujtojmë atë periudhën e mërgatës së qyqeve, do me thënë që ajo situatë është krijuar tash, sepse marrjetjen e patronazhistëve që ajo e ka eksportuar në diasporë është një situatë, jo vetëm ju tash jeni atje, po tash na e keni bërë edhe ne shumë të palezetshme situatën. Edhe mendoj pra mediat në Shqipëri nuk janë pjesë e veçuar, ato janë pjesë pushteti 4, tash aty është pjesë e integruar e politikës, nuk ka as independencë, as integritet, edhe është një tipar i të gjitha këtyre shteteve të kapura që janë, siç ishte Hungaria dhe siç është Ballkani, për shembull, Serbia, këtej, a ka ndonjë zgjidhje, a ka ndonjë shpëtim, se ju për shembull thoni që pse s'po bën diaspora. Diaspora, edhe sikur do të bëj diaspora, është komplete ekskomunikuar, sepse aty pushtetin e ka ai që i ka uzurpuar të gjitha pushtetet. Edhe diçka tjetër dhe e mbylla. Se ti Lutfi thuaj që Facebooku është plot, sheshi është bosh. A do të ketë ndonjë inversion dhe çfarë duhet ndikoj që të ndodhi ky inversioni? Sepse tash nuk jeni problem vetëm ju, po tash jemi problem edhe ne, sepse ai po na e sjell atë copy-paste-in e ka sjell këtej, me shoqatat, me projektet, me paret që shpërndan. Edhe juve të them të drejtën jeni komplet të veshtur. Si do të bëhet kjo punë? E mbylla, faleminderit. Ja, jam dakord me përshkrimin që i bëni dhe me ndjesitë që keni nga distanca, po e nis nga kjo e fundit. Do të thënë që Facebook është plot dhe sheshet janë bosh. Dhe si mund ndryshoj? Përgjigje pak edhe Skënderit dhe prap kam këtë ide prej kohësh që nuk mund ta parashikosh atë ndryshimin e madh. Do të thënë nëse ti e parashikon ai nuk do të ndodhi. Por nëse i referohemi historisë së shkurtër të këtyre 10 viteve të fundit, janë gjërat e paparashikuara që mund të rëndisin një qeveri apo një regjim. Mund të jenë ngjarje si kjo e fundit me atë pallatin që u doq sigurisht me fasadë të lyrë me benzinë. Mund të jetë një lëvizje fermerit diku, mund të jetë një student, mund të jetë një individ që i kanë rënë qafë atë ku s'mban më. Nuk e parashikojnë dot, po domethënë kjo është vetëm një mënyrë që shoh për të ndryshuar ose një gjë e brendshme brenda Partisë Socialiste që nuk mbetet vetëm thjesht në kufite e artikulimeve në Facebook. Nga përvoja ime personale, komentet gjithmonë më negative, 99% janë nga njerëz që nuk jetojnë në Shqipëri. Brooklyn, Gjermani, në Itali, do të thënë se unë i shikoj, do të thënë nga që si thua, jo s'është puna ime kryesore, por ka shpenzoj një kohë të madhe. Edhe për këtë kam dhënë një pezmatim. Do të thënë si është mundur njerëz që kanë ikur nga ky vend për një arsye apo për një tjetër, do të thënë nuk kontribuojnë një gjë pozitive. Do të thënë gjuha e përdorur në shumë raste është e tmerrshme. Do të thënë në sensin që thua si mundet ky njeri në këtë moshë me këto gjëra do të artikuloj një gjë të tillë. Për situatën e medias nuk mund të them ndonjë gjë pozitive për shkak sepse nuk është më e situatë. Do të thënë vitet 90 mund të quhen vitet e idealizmit, do të thënë që vitet e një sistemi që kishte një mekanizëm që funksiononte mirë apo keq, po kishte ato filtrat që përmenda pak më parë. Ndërsa tani është më tepër një gjendje kaosi, që unë nuk e di se çfarë do të prevalojë në një të ardhmen të afërt në kuptimin e këtij profesioni. Ka të rinj premtues, por si thua Shqipëria ka një problem jo si të ketë sa më shumë media, por ndoshta të ketë pak më pak.
Do të thënë, a kemi ne treg për të mbajtur 60 televizione, 63 radio, 100 kanale televizive? Kam parë një në një IPTV që nuk janë, do të thënë këto. Numri i kanaleve shqiptare ka lënë Gjermanisë në sensin e bollokut, dhe po flas për filma, sporte, gjëra të tash. Do të thënë, nuk ka treg që të mbaj, do të thënë, vdekshmëria foshnjore, për përdor një metaforë pak agresive, duhet ishte shumë e madhe, se nuk ka treg që të mbaj gjithë këto media. Pra, ideja është që nuk funksionon sipas rregullave të tregut, pra mbijeton ai që është më i zoti, më i miri, më i fuqishmi, por këtu kacavirën gjithë në një treg shumë të vogël. Po jap një shifër për të parë një trend, do të thënë, tregu i reklamave në Shqipëri ka qenë diku rreth 60 milionë euro për televizionet. Vitin e kaluar, administrata tatimore nxorri një njoftim dhe ishte diku 30-32 milion euro të këtyre të quajturve influencer në rrjetet sociale, pra që kishin dhe i kërkonte që të paguanin tatim fitimin atë 15%, dhe tregon që edhe parat e bizneseve që kanë qenë për mediat tradicionale tashmë po shkon tek individët, tek influencerat. Pra, të imagjinosh që gjysmën e buxhetit të televizioneve, që dikur bankat apo kompanitë e sigurimeve apo bizneset tjera të shëndetshme të themi, ja kanë kaluar individëve që nuk janë gazetarë, thjesht ndikues në rrjetet sociale. Shpresa për shkakun që do të kesh një televizion publik i mirë, kam qenë gjithmonë që të jetë një televizion publik i mirë, sepse do të ishte si kundërpesh ndaj televizioneve private. Kjo nuk është realisht, domethënë nuk po tregon domethënë që mund të arrihet. Dhe vetmja gjë do të jenë këto portalet e mira që mbahen me pasion. Është portali, ju keni vite, dekada që mbani një portal me pasion dhe me profesionalizëm. Dhe individët që, si thua, do bëhen influencer në sensin jo klasik, ose jo të kësaj që ne e shohim, por që, si thua, janë të besueshëm. Pra, kur unë dua të kuptoj diçka, do të shkoj tek filan person se e di që ai, të themi, bën analizat e mira, bën komentet e mira, apo si thua, është më afër të vërtetës dhe s'ka interese se këto të tjerat. Ndërsa ajo që kemi pasur në mendje prej kohësh duhet ta harrojmë në kuptimin e redaksisë klasike, ku ti kishe një sistem mekanizëm për gjeshmëri, mbledhje, kontroll, një hierarki, do të thënë, nuk është, tashmë është bërë horizontale çdo gjë. Edhe ka dhe dy ndikimet, është ndikimi sipas algoritmeve, pra nuk redaktor tashmë është algoritmi, ai përcakton se sa do shpërndahet, ku do shpërndahet, kur do shpërndahet. Dhe e dyta që është më e rrezikshme dhe që flasim pak është inteligjenca artificiale. Do të thënë, prodhime që ti e ke shumë të vështirë ti kuptosh. Unë i kuptoj deri sot, i kuptoj në tekst, sepse si thua, kam një pasion për tekst dhe përpiqem të kuptoj ku është AI, ku është njeriu. Por në video sa vjen të bëhet më vështirë, në tekst do vi duke u bërë shumë më vështirë, dhe ti s'do arrish të kuptosh dot me kë po debaton. Kam pas një rast në LinkedIn, do të thënë, ai komunikonte me, ku diun, futej vetëm nëpër komente si tip dhe komunikonte vetëm me AI. Do të thënë, tani do të thënë, ke kohë ti të harxhosh ose jeti në gjendje të komunikosh me një aplikacion AI dhe të harxhosh kohën në një kohë që ai pretendonte se po e përdorte. Të njëjtën gjë, hap Facebook-un sot, mbi 70%, mos më shumë, janë produkte AI. Po i vën emër mbi emër, edhe praktikisht po kthehet në një gjuhë të thatë, të drunjt, pa kuptim, dhe fjali, po të janë bësh analizën e fjalisë, janë gjëra pa sens, do të thënë, flitet për ajrin e dritarave, se çka tok fjalë çka çuditshëm, por do të thënë ti je në parlament tani, që ato që përdorin kryesisht ChatGPT në fjalime apo në mitingje, ti shikon, apo në takime diplomatike të nivelit lartë, shikon, dëgjon inteligjencë artificiale. Edhe realisht nuk e di se ku do të shkojmë, por di që jemi në një periudhë kaosi. Faleminderit. Elida, je okay apo ke ndonjë pyetje tjetër? Jo, ndësha të thosha në respekt me këtë gjuhën e urrejtjes nga diaspora. Ajo është e kanalizuar në individ që jetojnë jashtë, jo, nuk po them gjithë diaspora, por unë atë çfarë shoh, ta janë patronazhist. Sepse të paktën ne, se ne kemi rrjetin tonë që jemi,
Ne jemi kritik ndaj regjimit, ndërsa gjuna e urrejtjes, kjo është e patronazhistëve dhe ata i mban në pëllon të dorës ky regjimi. Edhe një gjë tjetër në këtë mes e harrova. Do të thënë, ky lloj gjëja urrejtjes, për fat keq ka arritur edhe në këtë komunitetin që Genci e përkufizoi, pra njerëz që jetojnë nga gazetaria, ndërtarët e gazetarisë, për shkak sepse lufta politike ose debati politik për më shumë se një dekadë është bërë me proxy. Pra, qeveria ka zgjedhur të mos të ketë në asnjë studio televizive në debat dhe dërgon njerëzit e vet që i ka të afërt, analistë apo ta shoqëruar opinionistë, të cilët përballen me opinionistët kritik ndaj qeverisë. Edhe ka qenë një 10 vjeçar që ti shikoje, si thuaç, përplasje dhe tension politike deri diku edhe skena të papërshtatshme, pikërisht me bedel, fjala e vjetër në turke, ndoshta është kjo, që të bësh një betejë me bedel. Dhe kjo ka ndikuar pastaj në klimën, ashtu edhe në besueshmërinë e medias, thotë që këto janë, mos i shikoni, këtë punë kanë. Po në rastin e Felixit edhe Aulonet, nuk mund t'ja Po, është shumë e vërtet kjo çështja e Felixit dhe Aulonit është shumë e vërtet. Jo, do të thënë ka gjëra që ndodhin në një intensitet të çuditshëm, do të thënë të shpesht, edhe krijohet një lloj mpirje e shoqërisë. Do të thënë përpara ngjarjes së Felixit nuk e ka për herë të parë këtë dhe ai është në detyrë aty. Do të thënë sepse Auloni mund si aktivist në atë rast, do të thënë mund të ketë përplasjen me policinë dhe do të thënë mund të ndodhë kjo situatë, por për shembull me Felixin është 100% e papranueshme, sepse është e targetuar. Do të thënë ai sprite i targetuar ka qenë edhe më e rëndë sepse ka qenë një lloj krimi ku protestuesit trajtohet si armik. Do të thotë një mentalitet ushtrie, gazi lotësjellës masiv, ujësjellësi masiv. Këtë radhë këta zgjodhen këtë të targetuarën që deputet të opozitës, fotoreporter, deri diku që të dëmtuar dhe edhe gazetar. Dhe mirërisht zëri më i fortë, si thua, ka mbetur zëri i opozitës ose forcat kryesore të opozitës, sepse ka një lloj fataliteti në pranim. Do të thënë, ato komente që ju përmend janë vërtet shqetësuese, që ushqehen edhe nga këtu. Këtu dalin deputetë dhe tallen me njeriu që mund të rrezikojë jetën. Do të thënë, ose me njeriu që mund dëmtohet me pasoja të pakthyeshme. Do të thënë, koleg deputet, ose do të thënë, atë emër kanë tashmë sepse si thua janë në parlament, talleshin me deputetin e opozitës që lotonte dhe ishin në gjendje traumatike për shkak të goditjes. Nuk e di, do të thënë, kjo mbetet në reagim mediatik në kuptimin e debatit që ti e ngre, mbetet në këtë tagrin e shoqatave që duhet në një farë mënyrë më të institucionalizuara, por është si thua ndjeshmëria që ti ke nga distanca është ndoshta 1000 herë më e madhe se sa realiteti kur ti jeton këtu dhe pret më të keqen çfarë po ndodh me këtë, sepse është një gjë që ti e ke pritur, ti ke prit ose gaz lotësjellës masiv, siç e ke parë në rastet e tjera, por e ritheksoj, është mungesa e solidaritetit që shfaqet nga forma elegante e mosmbështetjes kolegët në pyetje deri tek rasti që ngreni me të drejtë i Felixit. Faleminderit. Jap fjalën Ardian Murajt, i cili lidhet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Faleminderit. Ju njoftoj që jemi në 5 minutën e fundit dhe besoj duhet ta mbyllim dhe me një përshëndetje bashkarisht. Ju zoti Lutfi keni qenë jashtëzakonisht i saktë dhe i prerë në gjatësinë e përgjigjeve, do thoja, por një pyetje sadopak përmbledhse nga ana juaj, se si vlerësoni juve mediat e diasporës në raport me zhvillimet në Shqipëri në përgjithësi dhe me qeverisjen në veçanti? Dhe a mendoni se kontributi i tyre duhet sinkronizohet më shumë drejt së vërtetës në jetën e përditshme, se krahasuar ajo me përshkrimet tradicionale të emocionit patriotik apo historik që zakonisht njihet që pas vitit 90.
ku mund të jemi dhe ne më shumë të fokusuar si diasporë në media? Faleminderit Ardian. Do të thënë dy gjëra. Unë nuk pretendoj që e njoh të gjithë dinamikën e medias diasporës, po ju njoh juve personalisht të gjithë të ftuarit. Do të thënë Alba, Genci, do të kanë zgjedhur një, se të thuash, nuk do t'i thojë dot diasporë sepse janë prezent me komente të herpashershme dhe ndihmon shumë për qasjen, jo thjesht është kritik për hir të kritikës, po ndihmon për distanca dhe kthjellësinë dhe mungesën e emocionit, do të thënë që ajo që përmendi Elida pak më parë, do të thënë që tash që po rimendoj them unë po mendoja diçka tjetër për këtë të policisë, si më ka shpëtuar kjo lloj gjëje. E dyta ka të bëjë me ruajtjen e njerëzillëkut. Pra, do të thënë portalet tuaja ose mediat tuaja do të jenë humane, do të mos bien në grackën, do të thënë AI mund përdoret si aksesor, po jo si faktor vendimtar. E treta ka të bëjë me një gjë që do të thënë ju keni avantazhin e distancës dhe si thua, distanca jep një mundësi më të mirë për të gjykuar pak më ftohtë. Në qoftë se shikoni një situatë, po i themi komplekse, le të jeni kritik në 90%, po 10% të thuhet që diçka ecën, nëse është situata e tillë. Tjetra është kjo që çfarë do të ishte ideale? Do të ishte ideale që mediat tuaja të gjendet një mënyrë që të fuqizohen. Do të thënë sepse duke u fuqizuar, duke qenë pa interesa brenda vendit, mund të shërbeni si modele për mediat këtu. Pra do të jeni antipodi i portaleve të këqija që janë në Shqipëri. Ka të mira, po ka edhe të këqija. E fundit dhe ndjes se u zgjata, ndoshta një lloj profilizimi. Nuk e di se si mund të bëhet, por ka media generaliste, pra që mbulojnë gjithçka, po ndonjëherë ka disa portale që edhe flas për shije personale në këtë rast, dhe mund të jem krejt i gabuar. Taza mund pëlqen një gjë që dikush i mjedisit e di ku do kërkoj material për mjedisin, pëlqen kjo monitori se e di që është thjesht vetëm për monitor, më pëlqen bota pikal se e di që ka të themi vetëm analiza ndërkombëtare, pra një lloj profilizimi ndoshta do të ndihmonte. Por nuk jam në gjendje që t'jap një përgjigje të kënaqshme sepse pyetja është shumë komplekse dhe nuk është se kemi shumë kohë. Falenderoj, unë duhet t'i jap fjalën Artan Kutrës, do t'jem shumë shkurtë. Lutfi, shumë faleminderit për pjesëmarrjen tuaj këtu në këtë debat bashk. Është kënaqësi që po komunikojmë bashk pas kaq shumë kohësh. Në fakt nuk kam një pyetje sepse nuk ka dhe shumë kohë, por do doja të ndalesha në një moment të caktuar. Dikur në hapësirën mediatike shqiptare kishte edhe shumë media të huaja që flisnin shqipe, kanë fjalën për Zërin e Amerikës, Deutsche Wellen, BBC-n, Radio France Internationale e tjerë, dhe këto kishin rolin e tyre që tregonin diçka më cilësore, nuk po them vetëm të vërtet, po edhe më profesionale, më profesioniste, më etike, të besueshme, po. Tashmë sigurisht ka ikur koha e luftës së Kosovës dhe këto media ndërkombëtare janë larguar, sigurisht kanë fronte të tjera pune, por a ka ndonjë media të huaj që mund të zinte vend në truallin shqipfolës? Nuk e kam fjalën vetëm për Shqipërinë dhe për Kosovën, po kudo ku janë shqiptarë që të dëgjonin po nga një media e huaj. Nuk e di, a e kanë fqinjët e Shqipërisë, për shembull Greqia ose Malizi ose Maqedonia, ndonjë program në gjuhën shqipe, qoftë edhe për të sjellë informacion, se kështu unë e di që për shembull në radio televizionin shqiptar fliten çerekore në gjuhën greke, në gjuhën slave, po nuk e kam fjalën për këtë, çfarë për të sjellë radio televizioni përtej aktualitetit të brendshëm. Po më shumë, a ka diçka që mund ta zvendësonte këtë media të huaj, por që flet në gjuhën shqipe? Jo, tani këtu kam vetëm Deutsche Welle dhe Radio Kina International, që janë si aktor, dhe Deutsche Welle është pak më ndryshe. Jo, nuk shoh, për momentin nuk shoh ndonjë të tillë. Edhe nuk besoj domethënë që një huaj do vi dhe do të bëjë një media të mirë për në Shqip, domethënë me audiencë diasporën, po qoftë edhe vendin, nuk
Edhe ka dhe një gjë, domethënë se ju e shikoni që edhe kjo që quhet sfera shqiptare është shumë e fragmentarizuar, domethënë RTK-ja, megjithëse është e pranishme këtu me kanal apo televizioni i dytë i Maqedonisë që është në Shqip, nuk është se ka ndonjë si thua program ose vëmendje të madhe për ta trajtuar si një hapësirë shqiptare. Lajmet janë shumë lokale dhe shumë të lidhura pas si thua menys politike të ditës, do të thënë pak i gjen të përfshirë gazetarët shqiptarë në Maqedoninë e Veriut apo në Kosovë apo në Lugin apo në Malzi që të jenë pjesë e debatit, sikundër edhe lajmet. Do të thënë lajmet janë shumë të fragmentarizuara, më shumë janë të pranishme në rrjet për shkak të do të thënë ngjarjet që ndodhin jashtë Shqipërisë më shpesh ti merr vesh nga rrjeti sesa nga burimet tradicionale të medias. Okej, Nuk ka një komentarizim të mediave. Jo. Faleminderit, po. Mediat e Shqipërisë janë për Shqipërinë, mediat e Kosovës për Kosovën. Eksakt. Mediat e Maqedonisë së Veriut për Maqedoninë e Veriut. Më thënë janë të provincializuara. Pritet që të shohim se si do ta kategorizojnë media ose mediat e huaja ose reporterët pa kufi pozicionin e Shqipërisë për sa i përket gazetarisë. Se vitin e kaluar ka qenë shumë poshtë, të presim tani se si do ta vendosi së fundmi. Unë i njoh pak këto, do të thënë vlerësimet ndërkombëtare se kam marrë pjesë në disa të ndryshme që nga Transparency International për antikorrupsionin të këto të tjerat, do të thënë ato janë një bazë se ti mund të bësh një lloj debati, por jo gjithmonë si thuash është e vërteta absolute. Nëse ti e shikon median krahasuar asë me Serbin, absolutisht këtu ka më tepër si thua debat kritik, ku diun është më ndryshe. Por nëse shikon nga brenda në sensin që, okay, sa dëgjohet, sa vlerësohet, sa përgjegjësi janë institucionet për të zbatuar ligjin, do të thënë këtu situata është çik e mjerueshme, është ana tjetër e medaljes që do të thënë e thënë në mënyrë pak të banalizuar, do të thënë ti mund të llapësh, do të thënë nuk të merr njëri, të vjen policia të thotë pse ke folur, pse ke kritikuar, pse ke sharë. Por ajo çfarë mungon është që të ndodh diçka. Pra, nëse ka pas dita shkrime investigative 2016-17 për aferën e incineratorëve nga mediat e NGO-ve, nëse do të ishin marrë seriozisht këto shkrime, nuk do të ndodhte ose do të ndalej disi ose shumë pak gjakderdhja financiare. Edhe afera ndoshta do të kishte këto përmasa që mori më pas. Dhe ky është si thua është problemi më i madh, është devaluimi i fjalës. Pra, është vlerësimi i fjalës që është krijuar situata që okay, këta këtë punë kanë, këta të flasin, do të thënë, por duke sikur janë si thua janë të ndarë dhe ky është dëmi më i madh që është bërë si thua misionit medias, pra është vlerësimi i fjalës. Ju nuk keni as sindikat gazetarëve. Në kuptimin klasik jo. Gazetarët profesionistë janë të regjistruar në regjistrin e gazetarëve profesionistë dhe kjo është edhe një vlerësim, edhe një kriter, edhe një standard. Plus është edhe sindikata që operon me të gjitha ato mjetet e veta. Ju s'keni as sindikat. Ato shoqatat janë komplet politizuara, janë komplet atje një kryetar shoqate është 20 vjet azëm andaj këtej, kështu që është një ka disa që ta mbyll me fjalë Jorda Abdurruse. Ka disa, do të thënë, ka disa shoqata të reja, ka disa organizata që vëzhgojnë median dhe janë shumë të mira, është një SIDEV që bën analiza të mira mediatike. Por për shembull te regjistrimi këtu ka një frikë tjetër. Do të thënë që po hidhet kjo ideja që të regjistrohen për shembull portalet, të dihet një adresë kush është si qysh tek, edhe kundërveprimi nga komuniteti i medias është
hap drejt censurës, do na kontrollojnë, do na bëjnë. Pra nuk jemi në këtë luksin, domethënë e një gjëje të konsoliduar që un kam emër, kam mbiemër, kam portretin tim, jam publik, regjistrohem dhe dihet se kush jam. Nuk ekziston ky konsensus që të bëhen këto hapa, pra që të ketë një regjistër, të njihet si profesion, pastaj këto shoqatat tradicionale, këto kështu janë, domethënë që kush u zgjodh në 90-ën vazhdon akoma të jetë kryetar shoqate formal. Sindikat. Pastaj portalet janë komplet të pa identifikuara, janë komplet. Kështu që këto gjëra duhet rregullohen dhe mendoj se i komuniteti gazetarëve profesionistë këto gjëra duhet i marrin seriozisht, sepse gëlojnë portalet dhe janë portale komplet anonime, edhe shkruajnë çfarë të duan, s'ka as profesionalizëm, s'ka asnjë gjë dhe të gjitha këto janë në kurrizin e gazetarëve profesionistë dhe atyre që vazhdojnë të jenë idealistë, se mund ta ndryshojnë atë realitet. Shumë saktë Lida, po këtu ka ndodhur një gjë, për shkak se qeveria ka kërkuar para 4 vitesh regjistrimin e portaleve, kundërpërgjigja ka qenë agresive që jo. Edhe është logjike dhe personalisht jam për këtë, që nuk ka asgjë të keqe të regjistrohesh, të kesh një adresë, sepse ky është një profesion që i arrit vlerën kur është i përgjegjshëm, po domethënë anonim, dhe domethënë me cilësinë që ju përmendi, domethënë i bën dëm gjithëve. Është e rëndësishme për shembull nga shpeshherë për të bërë një kërkim, jam dalur ke kolona kryesore e njohjes së një websajti dhe me dëshirën e saj kush jemi ne, është e pamundur që të kuptosh se kush është pastaj. Dhe kjo të bën pastaj edhe ti jesh dyshues edhe të mos e ndjekësh ose të japësh rëndësi, po në aspektin e konkurrencës me tregun mediatik në Shqipëri, qoftë ata që janë të punësuar në media dhe paguhen, edhe në raport dhe me ata që janë vullnetarë se kanë dëshirë për të bërë një gazetari të mirë, siç tha dhe Genci më parë që ku e marrin rrogën dhe punon ai aspekti fiskal. Unë mund të thoshja një shembull të dytë të ngjashëm me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku rastin Nick Shirley ju e njihni shumë mirë, me zbulimin që ai bëri disa qendrave të fallsa, domethënë të përfitimit të fondeve në Minnesota, ku produkti i grabitur nga të ardhurat sociale ishte barabartë me një buxhet lufte. Ai ka shkuar përsëri në Kaliforni dhe ka bërë zbulime të tjera për disa qendra që ishin për hospice, për qendrat që njerëzit marrin pritjes për t'i dhënë fundjetës, janë në një komunitet të vogël ose në një adresë, po themi në një pjacë, ishin mbi rreth 80 kompani të tilla që i ofronin këto shërbime dhe ishte një xhungël e vërtet në aspektin e thithjes së fondeve. Dhe Kalifornia tani po bën një ligj kundër këtij djali, kundër Nick Shirley që i ka demaskuar, po themi, ose i ka zbuluar këto vjedhjen e fondeve. Ky djali ishte i panjohur, është youtuber, po ta thuash, dhe përfiron çfarë përfitimi i jep ai me gazetarin investigative. Pra ai s'ka nevojë, domethënë të paguhet, po aty ku e ka gjetur mbështetje dhe ka pasur realizimin e tij. Kjo është një provë e madhe se si punon shpirtërisht një gazetar për të nxjerrë të vërtetën. Po, është edhe një trend që tregon se ku mund të shkojë gazetaria, pra të shkon te individi, jo i asociuar me një organizatë mediatike, po te një individ që bën një të mirë publike. Së vërtet. Në rast që duhen mbështetur, mendoj edhe na provojnë atë pjesën e guximit që mund të kemi, pavarësisht se jemi shkëputur nga vendi, kemi mundësi që në bazë të informacionit që marrim, asaj trashëgimie, po themi profesionale, ne ta ashtu sikur se bisedojmë dhe me njëri tjetrin në aspekt kolegjial her pas here, ne duam të arrijmë një hap më pranë realitetit shqiptar dhe të japim atë pjesë kontributit. Falenderojmë zotin Lutfi Dervishi, kolegun ton gazetar, analist. Faleminderit shumë për disponibilitetin. Miru takofshim, miru dëgjofshim.
Shumë faleminderit Alba për mundësinë, është shumë kënaqësi që me një pjesë për ju pam pas kaq shumë vitesh, ju uroj gjithë mirat, shëndet edhe miraçi në Tiranë dhe mos i humbim kontaktet me. Faleminderit. Mirupafshim. Faleminderit. Edhe të urojmë suksese. Urojmë suksese. Shëndet.